Përshëndetje, kjo video është për ju, për të gjithë ju, që dëshironi të bëni diçka ndryshe dhe të ndryshoni jetën tuaj. Jam Merita Cake, terapiste energjetike universale, mësuese trajnere dhe shkrimtare e zgjimit të individit dhe zgjimit kolektiv. Jam këtu analistre e artës të shpirtit me kodeve të dritës për të gjithë ju që jeni të interesuar të kuptoni pse të gjitha këto blokime dhe të gjeni rrugëzidhjen. Cila është karma juaj dhe misioni juaj, depresioni, dhe do fillojmë që këto e tutje dhe video të reja që të shikoni çfarë është çdo gjë nga ajo. Gjithashtu, mund të mësoni me ditën e lindjes të plot tuaj, të bëni analizën, kontratën e shpirtit dhe të shikoni zhbllokimet si do bëhen, si mund të mbyllni ju këtë karmë që doni ose nuk doni, keni ardhur me këtë mësim në këtë jetë. Nuk erdhe të mbijetosh, por të jetosh. Dhe në qoftë se do ta bësh jetën më të bukur, analiza e artës të shpirtit dhe kodeve të dritës të kontratës tënde kryesore është një nga zgjidhjet më të fuqishme. Të gjitha të bllokime mund t'i bësh vetë, por jam këtu të të ndihmoj me seanca private dhe në kolektiv, me metodat e ndryshme që të lirohesh dhe të ndryshosh jetën. Gjithashtu, mund të kërkosh sot që këtu e tutje artën e shpirtit tënd për vitin 2026, cilat gjërat do ndryshojnë tek ty, çfarë do kesh në fushën e parave të bollekut, çfarë do ndodh në shëndet, në marrëdhënie dhe kudo në gjërat e reja që do të ndodhin, ku duhet të përqendrosh ti energjinë në vitin 2026 si individ dhe në bashkëpunim me energjinë e Shqipërisë që sapo e thash sot në televizion. Jam këtu për të ndihmuar, por për ata që vërtet duan të ndihmojnë veten e tyre dhe jam në shërbimin tuaj. Vetëm për njerëzit që duan vërtet. Ata që nuk janë gati, kur t'jeni gati jam këtu. Ju falenderoj, ju uroj gjithë të mirat dhe ju mirëpres. Dhe diçka tjetër. Kush nuk arriti të bënte aktivizimin e axhendës ditarit të 2026, pardje në datën 27, një grup tjetër po organizohet të bëhet që keni të drejtë ta bëni. Në qoftë se dhe ju jeni pjesë e këtij grupi ose doni informacionet më të tepërta rreth kësaj teme, më shkruani në privat tek numri 0030 699 321 46 37. Ju dua shumë, ju falenderoj. Patsi një ditë të bukur dhe mos harroni ushtrimin e ditës të sotme data 29 dhe më mirëprisni nesër në datën 30, se do themi dhe si do shkruani dëshirat tuaja, që kjo do t'ju ndihmoj dhe pastaj që t'i shkruani dhe në axhendën tuaj për 2026. Ju falenderoj.